Një epidemi e re po kërcënon botën. Ajo quhet vetmi. Të rinjt janë veçanërisht të prekur, ku 79% e të rriturve të moshës 18-24 vjeç raportojnë se ndihen të vetmuar. Vetmia është më shumë se një ndjenjë, është një krizë në shëndetin publik. Kështu u shpreh kirurgu i përgjithshëm nga SBA-ja Vivek Murthy. Në raportin e tij të vitit 2023, Murthy sekson lidhjet mes vetmisë dhe rrezikut të shtuar për sëmundje kardiovaskulare, demencë, goditje në tru, depresion, ankth dhe vdekjet parakohshme. Po cila është kura për këtë epidemi? Ai beson se zgjidhja nuk qëndron në përqendrimin tek vetja, por në ndërtimin e lidhjeve më të thella me të tjerët përmes marrëdhënieve, shërbimit dhe komunitetit. Ai vëren se shoqëria moderne shpesh sekson ndjekjen egoiste të pasurisë dhe suksesit, që nuk trajton shkaqet e vërteta të vetmisë. Në vend të kësaj, ai sekson gëzimin që vjen nga lidhja me diçka më të madhe se vetja, duke quajtur shërbimin ndaj të tjerëve një nga antidotet më të fuqishme ndaj vetmisë. Murthy tha se ndërtimi i komunitetit është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë për shëndetin dhe mirëqenien tonë, duke i dhënë përparësi lidhjeve të sinqerta dhe qëllimit të përbashkët. Ne mund të përballojmë vetminë dhe ndikimin e saj të gjerë në shëndetin mendor dhe fizik. Shkruaj në koment cila është kura më e mirë për vetminë.